Lavdi dhe falëndrimesh për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurimet. Salavatet dhe selamit e dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin me sinqeritet rrugën e tij deri në kiamet. Të nderuar vëllezër, Allahu xhalla shanuhu e ka treguar një prej tregimeve të Kuranit. Ajo është rasti i Karunit, i cili ka qenë nga populli i Musës alayhi salam, edhe për shkak të armiqësisë që e kishte me këtë pejgamber të Zotit, bani koalicion edhe miqësi me faraonin. Edhe Allahu xhalla shanuhu e sprovoi, ama e sprovoi me pasuni. Sa Zoti përmend në Kur'an ku thot qelsat e magazinave të thesarëve të tij, thesarëve, ari, argjend, e tjerë që ka pas, nuk kanë mujtë me i qu një grup i fuqishëm njerëzish. Ushtarët më të fortë që ka pas, qelsat e magazinave që ka pas me thesare, s'kanë mujtë me i qu. A i ka dalë para popullit edhe është livdu. Ka bo shpesh parada, ku njerëzit kanë qyrë në gjatët majta, ka hecë mes me kuajt edhe me ato pasurit e veta, ku çdo sen që ka pas në atë, po thamë kështu kerën e kuajve, ku ka hecaj në atë ko, ka qenë nga ari dhe argjendi. E kanë këshillu besimtarët, i kanë thonë la tafrah, inna Allaha la yuhibbul farihin. Mos u gëzo shumë, se Allahu nuk i do ata që gëzohen. Edhe me këtë pasuni që ta ka dhënë Zoti, kërkoj e kënaqësinë e Allahut, edhe arritjen në gradat nalta në botën tjetër. A i ka thonë, këtë pasunis ma ka thonë Zoti, por e kum fitu me dijen tame. Fillim, gabimi më i madh që e bën njeriu është kur mendon se pasunin edhe mirësinë që shnetën, çdo sen që ka, e ka nga aftësia e tij e jo nga Zoti. Edhe një ditë apo hera fundit që po dalej para njerëzve në atë paradën mu livdu, ishim mbledh besimtarë dhe jo besimtarë, ose besimtarë dhe të vendosur dhe besimtarë të luhatur, edhe i thonin njëri tjetrit, lumi ky, do për i thojnë, lumi ky, sa mirësit më dhaja ju kanë dhonë, sa njeri me fatë. Ata tjerët i thonin njëri tjetrit, shujmër për i Zotë Zotit, që e të folë për kështu. Pa di që kjo sprove dënjans për Allahit, që po gëzohet njëri ka harru edhe Zotin. Edhe Allahu xhaleshan për me bo mësim më në fund, se Musa a.s. e kishte armik të madhe, dhe pse ka qenë djali i Axhës Musës a.s. Ka qenë besimtar në fillim. Musa a.s. e durojke. O Zot udhëzoje, o Zot përmirësoje. Një ditë të majtë ders Musa a.s. erdhi një grua pa ndershme në fund atje dersit. Edhe u qunë kom, tha, qka po në ma në dërës, tha, ti, tha. Pa adin, tha, që ti je pa ndershëm, ti je pa moralshëm, ti tinza bën këtë punë, prej harame, prej zinas. Tha adin që ti, tha, më ke lanë mu shtatë zanë, tha, që është ju ma në dërës njerëzve, Musa a.s. ka nuk mujti me duru. Edin ju stili atyne të cilët dojnë mirëzu njerëzit e mdhaj për mes shpifjeve. E prej shpifjeve më të forta, janë shpifjet në moral. Edhe shpesh njerëzit në për politika ose në për vende kyqe, i vende për këto lojna, edhe pastaj i manë, i dini që ka ndodhë në për atë pjesën e erët të lojnave të ndyta. Musa a.s. tha, pasha Allahun për të bëjbe, i cili ka kriju tokë dhe qiell edhe shpirtin tanë e ka në dorë të vetë, i cili ka me të pytë në varë edhe në ditë kiametit për të drejtën ose për hakin. Atë ka shtitha Karuni, atë ka pagu Karuni me e thonë këtë fjalë, kur ja përmendi Zotin, edhe pse kjo ishte e tillë, hala kish pak tut elshun kamët. U qut dysh tha pasha Allahin, tha po. Pasha Allahin, tha po. Ai tha, më ka shti edhe më ka pagu me po këtë shpifje, propagandë kundër teje. Musa a.s. ngriti dorë, tha o Allah, dhe që të kom dëru, ama kjo tha u të pru, ti tha me rozat me ta. Allahu deshti qaj, mës me vdek në shpi, po me pa, dujoja, me pa, mësim. Këta që po i thonin një tjetë lumi aj, e këtë i thonë mës,
Po ku për ta? E ka arru Zotin, të e pasë se si Allahu Azza wa Jalla e qeli tokën edhe e glabroj me kretat pasurit të cilën. Edhe Zoti e përmend në Kur'an që ata tha dje, se një ditë metën të shokum njerëzit, që ka ndodhi, ku shkoj, si e lëshë toka, si e përbini toka, si kështu, si ashtu, metën të shokum. Nesër, fillun marrën vetë dhe fillun me besu, sa është për një me është kjo, se besojshin, që ata cilët djethët, kështu Allahu, thonin lumi kë, e kuku për ta, lumet na, e kuku për ta. Shikoni si ndran Allahu situatat. Kretë që kjo, po du me dalë veç të një fjalë. Kujdes me qka po gëzohene. Gëzimi, fjala gëzim, më gëzu, më djesë, më gëzu njëre. Në Kur'an, ka dy kuptime. Gëzimi për mirë, dhe gëzimi, apo gëzimi me të mirën, edhe gëzimi me të keqen. Kudo që është përmend, merë një regull, kuptoj qëta. Kudo që është përmend gëzimin i dunjas, o përmend me kritik, me vrejtje nga Allahu. Kudo që përmend gëzimi me lëvdat, është përmend ose për botën tjetër, ose gëzim i shëtru me ibadet. Allahu ka përmend në Kur'an, ka thonë besimtarët apo shahidat gëzohën në xhenet me të mira që o ka thonë Zoti. Në këtë botë ka thonë besimtarët gëzohen me ndihmën e Zotit. Në këtë botë. Allahu kur ka përmend në këtë botë gëzimin, tjetër rast, ka thonë Allah besimtarët gëzohen me mëshirën, rahmetin, edhe mirësitë e Zotit. Kur ka përmend jo besimtarët ose gëzimin për keq, ka thonë ata gëzohen me lojnat e kësaj bote. Pastaj tjetra thot, kur ju dham shumë të mira, derisa fillon mu gëzu e me haru Allahun, i kapi dënimi jon. Mu gëzu me të mirat me haru Allahun. Çka me bona? A lejot mu gëzu? Po, lejot. Por mos mu gëzu me një gëzim i cili të shtin me haru Allahin. Ulemat kanë thonë, nëse ta ep Zotin i të mirë, pa marim shambull një makinë. Mos u gëzëm me makinën, aq gëzim sa me haru kush ta ka dhonë. Këtu fillon gabimi. Thuj, o Zot, këtë shnet që e kam, këtë makinë që më dhaje, është mirësia jotja. Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bi dhalika falyafrahil mu'minun. Thuj, me mirësitë e Allahut dhe mëshirën e tij. Këtë nuk është që te ke fitu. Është rahmeti i Allahut dhe mirësia e Zotit. Ka mujt mos me ta dhon, me të smu, me të qitë të lashe, mos me pas vakt me mendu për makinë, veç me thonë o Zot më shnash, s'pëdua s'kjera s'kurgja. Çka me both? Me thonë o Allah, kjo e mirë që më erdh, është mirësia jotja. Çdo mirësie e dunjas që të ka thonë Zoti evladin, mos me lidh zemrën qatë shumë me evlad, të u gëzu me haru Allahun, gëzimin me lidh me Zot. Me thonë o Zot, ti ma ke thonë këta. Dhe ju e dini sa raste ka kur njerëzit janë gëzu me diçka, sa Allahu i ka provu pastaj ja u ka marrë, se Zoti o xhelaz. Ngoj. Zoti o xhelaz. Ulemat kanë thonë çdo kush që e lidh zemrën për një krijesë, ma shumë se sa me krijuesin, Allahu xhaleshanu o xhelaz, edhe ja merr. A je lidh me ta? Trap ta merr Zoti. Ti veç me Allahun dush me lidh. Lidh mas pari me Zotin, pastaj me qatë mirë që ta ka qu. Dasht nipin, djalin, mesën, qatë sa është e leju me mrena islamit, që të e dasht ata, harrën me dasht, ke ka bu. Munët Zotin me të sprovu. Dhe na kemi njerëz që na kanë thonë, janë ullë para neve, ka thonë, Zotin ma ka marrë filan e vladin se pasha Allahin. Kur kum nejt me filan e vladin, e kum haru edhe Zotin të e dasht që ka të shumë e vladin. Kalën jo vetëm në mësysh, mira prindi, po kalën ma shumë në shejtëri. Zoti nuk pranën mu shejtëru askush përveç Allahut. Edhe thot ma murë Zoti para syve të mi, para durve të mija. Nëndej,
gëzoni me të mirat e kësaj bote pa e harru Allahun. Gëzimi që të ka thënë Allah mos ti çet mend. A kemi rast për? Po kemi rast. Po na ndodh një darsëm. Po dalim meq, na kena pa të këcyn në deregje sa ai më nuk e të dita ka zëta që ka të dal meq ti me bo me inqizu, me ja kalzu nesër, që më që ke ba, o ti filan, që më që ke ba, i vjen marrë për vetës vetë, pas ku më dal meq. Ka dal. Kjo është një mirë që ta ka thonë Zoti, falënderoj Allahun. Çka duhet me bona kur na vind mirat? Një me thonë elhamdulillah. Gëzau, po thuj elhamdulillah. Dhe e dyta, nëse ki mundësi, sunet është me ranë sejdë. Sejdëja falënderimit quhet. Në momentin që të ka një lajm i mirë, të ka ndodhur ke kalu një provim, e ke marrë një detyrë të halalit, një punë, të ka lajme, Allahu Ekber, bjen sejdë 3 herë, subhana rabbiyal a'la. Allahu Ekber, që është vetëm kom. Nuk ka paçare më këtu ka kibla, ban edhe nëse je në ndonjë drejtim tjetër. Pse Allahu apo pejgamberi na e ka mësuar sallallahu alaihi wasallam këto? Që zemra mos më lëshu çat shumë, po gjithë më kanë lidh me Zotin. Prandaj gëzimi është i lejuar në Islam nëse është i lidhur gjithmonë me Zotin. Në momentin që gëzimi edhe nëse është halal, nëse ke fitu me halal, të shtel me haru Allahun, fillon pastaj pyetja e atij gëzimi. Gëzimi që s'është ndinin e Zotit, që së mrena dispozitave të Allahut, është i kritikuar në gjitha në Kur'an. Sa herë që bjen me lezu për gëzimin në Kur'an, ku Zoti ka përmend gëzimin, keni me gjithë që të mes të lejuarës, mes të ndaluarës. Andaj të ndërrum vllazën, kur të vjen një mirë, pasoni, diçka e dunjas, elhamdulillah, inshallah me halal e fitoni, nalune, mos gabani me harru Zotin. Mos u bani për atyre njerëzve që veç fatkeqësit e kthejnë te Allahi. Se Zoti ka thonë dika nun për me majt ndin i çoj veç të këqija. Me bo mi qut mira harron Zotin. Mos u bani për atyre. Po bani për atyre që kur çon Zoti të mira, ti se ke harru Allahun. Edhe pastaj Allah ka me të shtu të mirat. Lusë Allahun që të na fal, të na vëzaj. Na bëj prej besimtarëve që e mam veten në kontroll kur jemi në kënaqësitë gëzimet më të mëdha. Na bëft Allah për atyre që nuk e harrojmë Zotin as në mirësi as në vështirësi. O Allah, na fal, na përmirëso. Atëherë kur gabojmë, na mundëso që të përmirësohemi sa më shpejt. Zot udhëzoj këtë popull, udhëzon na neve, udhëzoj trit tan. Largoj ata tri që janë udhëve të këqija, prej atyre udhëve, kthejnë rrugën tonë. Sidomos ata tri të cilët kanë hyrë në rrugën e drogës. Ja Rabbi, largoj. O Zot, kush e devion rinin, ma mirë po thëmë udhëzaja, s'po thëmë shkatraja. Kush mundohet me shkatru këtë rini, o Zot, kallëzaja venin e tyne. Allah në udhëzën neve o xhallarve, mas neve udhëzaj dhe politikantë, që ta dun këtë vend, e të punojnë për këtë vend, e interesin e këtij vendi, e këtij popullit ta qesin para interesit personal. Ata dhe na. Zot, na e prano duat tona. O Allah, na fal. Mëshiroj të vdekurit tanë, që jo selam, në këtë ditë bekume, ditë gjumaje, atje në varët e ty në bënja unur, letaja dënimin, edhe shtaja shpëblimin, ja arhamar rahimin. Amin, amin, amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.